Prerja e baklavës në formë ylli, një ndër prerjet më të përshtatshme dhe më të mira të prerjes së baklavës, me siguri do ju kry punë tash është afër festa e Bajramit dhe do përgatisni baklavë, do keni dilema se si do t'ja bëni prerjen. Kjo është zgjidhja e duhur, besoj se kam ju pëlqyer mënyra kur ta shihni videon në vazhdim. I kam vendosur gjithë pejtat e thata dhe sepër ja vendosi 2 pejtat e njoma, që nuk do i thoj direkt nga hapja, do i kaloj kështu në tepsi. Mundohem që t'i hapi mirë në përgjithësi sipërfaqen. Besoj se është shumë mirë, tash do bëjmë prerjen. Pasi kemi vendosur gjithë pejtat e baklavës, atëherë bëjmë prerjen. Në fillim ja prejmë kështu ansorët, pjesët e petave të cilat kanë dalë jashtë tepsisë. Nga të gjitha anët ja prejmë në këtë mënyrë. Mundohem që në formë të pjertë të bëj prerjen. Kam bërë prerjen e qoshëve nga të gjitha anët, jam mundu që në formë të pjertë të bëj prerjen që më lehtë ja hedhi më pas gjalpit, kurse këto petat e ngelura skojet mund t'i shfrytëzojmë të përgatisim poçe, pite, do e kem një recetë dhe me to së shpejti. Tash, pasi ja kam largu qoshët, atëherë baklavën e prej në 2 pjesë të barabarta. Nëse keni një matës, mund të përdorni, thika patjetër duhet jetë shumë e mrehtë, që të bëhet prerja shumë mirë. Pasi e kam prerë në 2 pjesë të barabarta, tash do e prej në 4 pjesë të barabarta. Tash se cilën pjesë e ndoj përsëri në 2 pjesë të barabarta. Do të thënë fitoj 8 pjesë të barabarta. Vërtet kam fitu një baklavë shumë të bukur. Pasi e kam ndarë në 8 pjesë, tash se cilën pjesë do e ndoj nga të 2 anët, nga 3 pjesë, në mënyrë të pjertë. Do me thënë të prej në formë të yllit. Kjo është një ndër prerjet tradicionale, ashtu si që kanë prej dhe më parë gjyshët tona, ato i kanë thënë lima. Vërtet dalin shumë bukur, sepse kur servohet baklava, gjithë pjesët janë të njëjta. Ja, pra në 3 pjesë. Përsëri nga ana tjetër në 3 pjesë, mirë po, asnjë pjesë nuk do e prej deri në qosh, do e shihni tash si do bëj prerjen. Te qoshi i fundit nuk bëjmë prerjen. Dhe marrë një thikë pak më të vogël, pak e më lehtë, mirë po thika duhet të jetë e mrehtë. Ja deri këtu bëjmë prerjen, kësaj pjesës së ngelur nuk e prejmë. Përsëri dhe tek e dyta veprojmë njëjtë. Deri këtu. Dhe te treta. Ja, ka dalë shumë bukur. Tash prejmë pjesën tjetër, mirë po tek pjesa tjetër bazohemi tek prerja e parë. Nga një anë prejmë deri në qosh 3 pjesë të pjerta, kurse nga ana tjetër
Kur të mrrin tek qoshi nuk e prej, të dalin forma të bukura. Vetëm kujdes që mos t'ja prishin formën. Ja nga kjo anë. Nuk e prejmë pjesën e poshtme. Dhe kur të bëjmë pjesën e dytë dhe të pjesa e dytë nuk e prejmë, janë ashtu dhe të pjesa e tretë. Veprojmë njëjtë. Këtë mënyrë bëjmë prerjen e gjithë baklavës. Kam bërë prerjen e baklavës, është prerë shumë bukur, një ndër mënyrat më praktike dhe më të mira të prerjes së baklavës. Besoj si u ka pëlqyer motra të dashura kjo mënyrë se si bëj prerjen e baklavës në formë dielli. Gjithë ju që e bëni në këtë mënyrë, ju bëft mirë baklava, mirë mbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.